Tri gjëra duhet t'i përmend që janë shqetësuese në lidhje me familjen Berisha që jetojnë në Novi Sad. Në fakt tani jetojnë në Beograd, po që kanë jetuar në Novi Sad. Është i pari Demo Berisha, i cili së fundmi u bë edhe ministër në qeverinë e Serbisë, i cili kishte angazhime të hershme në ushtrinë Serbisë, përkatësisht Jugosllavisë në atë kohë, e më vonë për të vazhduar deri tek Serbisë. Por ajo që është më interes me përmend angazhimi i tij pas përfundimit të angazhimeve ushtarake. Në vitin 2005 Demo Berisha kishte përfunduar domthonë si pensionist i ushtrisë në atë kohë dhe kishte organizuar një shoqat apo një organizatë jo qeveritare, e cila ishte quajtur Matrica Shqiptare. Në kuadër të Matrica Shqiptare, në kuadër të këtij angazhimi, Demo Berisha kishte arritur që të punoj gjëja për të drejtat për avancimin e drejtave të shqiptarëve në Serbi dhe bashkëpunimin për bashkëjetesën në mes komuniteteve. Ajo që na vlen për përmend këtë fakt, Demo Berisha kishte pas një aktivitet shtuar në regionin mund të them Karadakut, përfshi Shkupin, Han e Lezit, Vitin dhe Kaçanikut, ku dyshohet se i njëjti kishte arritur që të investoj fuqishëm në aspektin financiar përmes kësaj organizate Matrica në çështjet që lidhen me radikalizmin islam. Besohet, madje ka mjaftueshëm dëshmi se Demo Berisha përmes Matricës kishte kontaktuar imama radikal, cilët disa prej tyre kanë mbetur në Siri, disa dhe pikërisht kishte zgjedhur këtë zonë, nga Shkupje deri në Kamenic. Këtë rrep kufitar. Këtë rrep kufitar për dy arsye. Në lindje, po? E para se është zonë e përgjithësisë. E para se është zonë e përgjithësisë amerikane. Ju e dini që për zona e përgjithësisë ushtrisë amerikane, përkatësisht të brigadës shumë komshë lindje bën still, shtrihet domthonë këtë pjesë që fillon nga Han e Lezë dhe përfundon në Kamenic. Përmes elementet fetar thu, ndërmori veprimin. Ashtu siç e kishte bërë edhe Akademia e Serbisë. Edhe Akademia e Serbisë dhe dyta shqiptarët vendosi të konfrontohen mes vete, mund të konfrontohen përmes elementit fetar. Dhe dyta kishte marrë Shkupin si një burim potencial i radikalizmit islam dhe mundësisë të operimit në aspektin teknik të inteligjencës, nga se Maqedonia ka një marrëdhënie të mirë me Serbinë, nuk ka pas problem që zyrtarët e saj operativ të kanë aktivitete të shtume apo edhe ndoshta edhe aktivitete standarde të çështjeve që lidhen me spionazhin. Demo Berisha në këtë periudhë kishte arritur që të zbatoj programe të cilat më vonë edhe ju shpërblyen. Në shpërblimet i kanë ardhur në dy dimensione. E para, motra e tij, e cila ka lindur në Novi Pazar, në fakt në Sanxhake që është shkolluar në medresej në Gazi Isabeu në Novi Pazar. Në Novi Pazar, po. Më pas përvazhduar fakultetin e ushtarak në Sarajevo, por për shkak zhvillimit të luftës. Nga medresia vijoi motra ti, Shpresa Berisha, e cila kishte lindur dhe ishte rritur në Sanxhak për dallim prej familjes tij, të cilët kanë jetuar në Pej, në Leshan. Këto janë gjithsej 5 familjar, 3 vllazën dhe 2 motra, nga babai do thotë i tyre Jusufi si dhe nëna Ajne. Madje nëna Ajne nuk ishte mbiemrin e burrit, kishte mbajtur mbiemrin Krasniqi. Dhe në dokumentet zyrtare del që është me mbiemër Krasniq, madje jo Krasniqi, po Krasniq. Ata kishin jetuar në fund të mund të themet marrëdhënieve tëne bashkëshorte, pas ka jetuar një kohë në Sanxhak edhe lind vajzën e vogël, Shpresën, e cila më vonë do të angazhohej, siç thash fillimisht, në medresen për shkollë fetare në Novi Pazar për të vijuar me fakultetin e ushtarak ku ka operuar edhe vllai i saj Demo dhe ka shkuar në Serbi. Pa ajo që është shumë interesant se ky emër apo këto dhëna e saj ishin më shumë diskret deri më tani, kujtojnë nga autoritetet e Serbisë, ndoshta për arsye se e njëjta ka lind në Sanxhak dhe mundësia që autoritetet e sigurisë apo kapacitetet e Kosovës janë kënd vogla për të marrë dhëna më shumë për ta. Nuk dihet nëse e njëjta deri në fund ka bartë mbiemrin Berisha apo jo, apo e ka ndrru qoftë bashkëshortit sepse është e martuar dhe ka 3 vajza, apo martuar me kë? E martuar me një qytetar të komunitetit bosnjak, i cili është nga Novi Pazari, dhe që besohet që ka një aktivitet të shtuar në jetën publike fetare në Serbi. Islam. Kjo grua kishte arritur që
të mojat e saj, derisa për një kohë të shkurtër ka marrë 2 grada, gradën kolonel dhe më pas edhe general. Siç duket është para pensionit atje dhe shpresa dhe është angazhuar në operacionet e VBA-ja. VBA-ja është Agjencia e Inteligjencës Ushtarake e Serbisë, e cila po besohet që ka pas një operim më të veçantë krahasimisht prej BIA, sepse BIA po duket që ka qenë më shumë në fokus dhe ndjekur dhe ajo ka përdor inteligjencën VBA-n.